Po. 300-400 ka Luli, ja 600 këta djathas. Se kandidatët e Zotit Basha thonë që është kandidat për kryeministër. Dhe ka shumë gjasa që t'i jetë faktor shtet formues pas 11 majit. Po. Shua shikoj dhe unë, po nuk e di ku e ka një... E shihni rrezik në Tiranë? Për vota? Unë e shoh që prej 2019 e shoh si kryeministër. Prej kur dojtë mandatin që tha fal jush, pra fal atyre që kishte afër që sot i ka kundërshtar, Rama nuk është më kryeministër, kur më shpalli armik mu. Por disa vota ja hesh. Pse është kandidat për kryeministër? Ai ka 6 vjetësh kryeministër. Që në shkurt. 19 shkurt 2019-ës, shifin i ktheni atë videon ati, kur kënon hymni si gjel fushë ke dera e PD-s, që thot, fal jus që ndresës ju, nga sot Rama nuk është kryeministër, pra është Luli. Por ju rrezikon votë, zoti Murizi, në Tiranë? Nuk besoj që mu personalisht. Juve dhe PD-s. Ko kërvota ai që ka bën mend votojmë në Shty Murizi nuk e voton Lulin. Nuk ka lethit Mileti. Edhe unë nuk jam nga ata bolshevikët që them o me mua kundër meje, sepse debatoj edhe mrena strukturës PD-s. Ai që nuk na don, nëse s'është Luli do gjej Tuli, nëse s'është Tuli do gjej Culi, po si Culi do gjej Rulin, do ta gjej i valve çka kemi. Pra vetëm një mentalitet qelbanik marksist në tonët e kokës thotë që po mos ishte ky do isha unë. Jo. Ai e ka emrin aty Partia Demokratike ka 37 kandidat. Po. Ai që është demokrat nuk e gjen vetëm profesor nga 37, nuk është demokrat. Po nuk janë të gjithë demokrat në atë listë. Për shembull në lista hapur është edhe zoti Meta. Nuk po më kupton. Kush do të votonte për? Ai që është vetëm ata të LSI-s. Dhe kam thënë që jam kundër koalicionit me LSI-n, por kam quajtur një mesatare dinjiteti politik dalin e tij në listë hapur. Dhe nëse vjen në votë LSI-s tek Partia Demokratike, vjen vetëm nëse shkon tek emri Ilir Metës. Nëse s'do të kishte Ilir Meta emrin për jashtë, kokër vota nga LSI-ja, nuk vjen të votoj Partia Demokratike. Ky është bindja ime dhe këtë e kam katërcipërisht provuar në zgjedhjet e 2023-shit. Dhe e kam provuar si kryetari i PD-s Luçis kur LSI-ja qeverisi me PSN 2013-2017. Por ju rrezikon vota edhe emri zotit? Absolutisht, jo, fare. 30 deri në 40.000 vota në Tiranë. 60 fare. Nuk e di, të është lumë votë ashtu, Shqipëria është Shangaj. Do votojnë gati 30-40 milion Europë. Prandaj them se po na del vetëm Tirana me mbi 50 mandate. 200 Tirana. Kë shihni ju si rival të drejtë për drejtë, zoti Murizi, se ka nga ata që thonë që jo nuk ka garë brenda partisë në listë hapur, por realisht garë të paktën në PD është e edhshme. Ai që thotë nuk ka garë, do të jetë ose servil, i pështirë, ose miop politik dhe delirant që nuk di se çfarë funksioni ka, nëse thotë kështu. Po janë garë reale, 4-5 herma që më rezultojnë që punojnë gjithanej. Kush? Brenda listës, nuk po du t'ja se jemi fushat dhe nuk do të bësh nder pastaj. Jo vetëm që ti bëj reklam, por nuk du të bëj anti-reklam për 32 tjerë. Por sheh realisht. Por që ka garë. Më rezultojnë që unë jam për ditë në teren dhe takoj rreth 200-300 vetë në ditët. Dhe më thonë, për herë të parë, nështë ta, që ka ardhe filani, ka ardhe filanka, ka ardhe ky, ka ardhe ai. Pra, jam po t'njëjtat emra, po thushe që qarkullojnë në takime. Pra, si s'pas ka garë, nëse e shef kjo lista e mëllu që s'ka garë, këta janë mëllë kur në fildisht vetën, është tjetër punë. Por unë që dalë, dhe jo për të bo video TikTok-u, edhe për të postu që dëmek jam dhe unë të rrën, por që dalë realisht dhe kërkoj votë për vete, e ndjej dhe e shof këte. Ju pyeta pak më parë, ata të listës së sigurt, i shihni në terren dhe nuk flas vetëm për ata që drejtojnë zonën ku ju... Me të thonë drejtën shumë pak. Me të thonë drejtën shumë pak. Ma dje ka për e tyre që si kam pa gjikun fare. Ja 6-7 nuk e di. Hiq Berishën. Që i ka takimet intensive dhe të çdoditshme? Që është prezent, po thuj se në 30 rrethet e Shqipërisë, në 61 bashkit, tjerë shumë pak i shof.